kërkamas me pas në këtë botë, mi pas vështirësitë më të mëdha të botës, kur mos e harro atë pjesë një Zot i cili të ka krijuar, kur nuk krijon dikën ai, asnjë gjë nuk e krijon rastësisht, por të ka krijuar me një qëllim. Dhe qëllimi që Allahu të ka krijuar ti është shumë i madh, shumë i madh, saqë unë edhe ti nuk kena mundësi me paramenduat. Allahu të ka dhënë jetë, trup, qeliza, shpirt, mendje, ndoshta ka dhënë familje dhe dhuntit shumë të një jetë. Kur mos i harro ato. Prandaj nuk ka nevojë për mërzi. Vetë mendimi se Allahu do tyje duhet me të largu prej mërzisë. Të don mbreti i mbretërve, të don i fuqishmi i të fuqishmive. Nëse mërzia jote ka shkakun se je të shpru se të ka mërzit dikush apo je i dopt, po me Allahun ti je i fort. Nëse ti mendon se nuk ka kuptim jeta jote, pasha Allahun jeta jote ka kuptim shumë. Mundohu me ju bëj mirë njerëz. Jeto për empati, që t'ju bësh mirë njerëz. Jeto me atë kënaqësi kur ta shohësh një jetim se është buzëqesh. Shko edhe ti takohu me njerëz të cilat janë njëjtë sikur ti, anksioz në këtë rast, apo të mërzitur. Rri me ata njerëz të cilat t'japin mendime të mira, pozitive për Allahun. Fal namaz, bjen sejdë, çlirohu prej mendimeve të karinit shejtan i cili është duke vozit mendjen tonë dhe mendon me mendjen tonë si njeri. Sot të mirë Allah t'i ka dhënë. Ti je duke pa, je duke fol, je duke parashtruar pyetje, Allah t'i ka dhënë shumë mirësi në këtë botë, t'a ka dhënë shpirtin dhe mendjen, edhe jetën, këtë jetë Allah t'a ka dhënë për ta adhuruar. Edhe neve na mjafton.